Mirë, do ndalim tani tek një temë e rëndësishme diskutimi për të mësuar çfarë po ndodh edhe në vendin në fqi në Greqi, ku një protestë për disa ditësh ka filluar të paralizojë një pjesë të mirë të vendit, sigurisht edhe aksin rrugor nga Janina në Kakavidha në Sjetës, gjë e cila në fakt dëmton edhe qytetarët shqiptarë, emigrantët shqiptarë që shkojnë në Greqi apo që kthehen. Kam kënaqësinë të kem në këtë çast në lidhje direkte nga Athina gazetarin Edmond Guri, cilin e përshëndes në këtë çast. Edmond, përshëndetje, kënaqësi të kem. Përshëndetje Athina, faleminderit për ftesën. Kënaqësi gjithmonë teksa flasim për çështje të rëndësishme, e njëjtë është edhe kjo që me sa duket ka krijuar një lloj kolapsi, po themi kështu, ne kemi përcjell her pas here të gjitha protestat që janë bërë, këtë herë duket sikur po merret për masa të mëtejshme, gjë e cila mund të bllokojë edhe aeroportet apo dhe portet. Por çfarë është konkretisht? Nëse na sjell, po themi kështu, në mënyrë të përmbledhur gjithë këtë aksion të ndërmarrë nga fermerët grek, për çfarë po e bëjnë këtë protestë kaq masive? Zemrimi tek fermerët grek lidhur me vonesat apo me mospagesat e detyrimet që shteti grek ka ndaj tyre, ka irrituar situatën, i ka detyruar të dalin në rrugë. Si fillim qeveria nuk i dha rëndësinë e duhur dhe peshën dur për vetë faktin sepse të gjithë gallupet e nxjerrin në vend të parë me përqindje shumë të larta, por duket që fermerët, duke marrë shkak edhe faktin që skandalet në Agjencinë Kombëtare të Kompensimeve dhe të fondeve nga Bashkimi Evropian, ku bëhet fjalë për shumë marramëndse që produhet 4,5 miliardë euro, ndërkohë që vetë fermerët nuk kanë marrë detyrimet e tyre që u detyrohet shteti, pra ato që janë subvencionime, ndihma të ndryshme apo edhe produkte dëmtuara prej 2 vitesh për një shumë rreth 400 milion euro që produhet, i ka detyruar dalë në rrugë dhe si fillim janë bërë 2 takime me ministrin e bujqësisë. Ministri i bujqësisë ka qenë i palëvizur në pikat e tij dhe nuk ka qenë elastik me kuptimin që ishte hapur për patur një mënyrë komunikimi apo një formë plotësimi kërkesash. Kjo ka bërë që fermerët dalin në rrugë jo tashmë prej kohësh. Kjo lëvizje ka rreth 6 muaj që ka ndodhur. Mjafton të përmendim faktin që ishte hera e parë që ndodhte në Greqi që një kryeministër u izolua në aeroportin e Aleksandroupolit dhe u detyrua të dalë një rrugë dytësore, një rrugë provizore, rrugë arash për të evituar përplasjen me fermerët. Nga ai moment çdo ministër është hasur me një revolt popullore dhe janë fermerët tashmë që kanë bllokuar rrugët dhe janë çdo ditë më tepër i bashkohen kësaj lëvizje dhe siç e kemi raportuar edhe në dalët e kaluara, situata është agravuar në disa raste, ka pasur përleshje në Korinthon, ka pasur në Kallabaka, në Larisa, por aq ishte më afër ditë të dieshme në Hanjak, ku merret ka bllokuar aeroportin, janë përleshur me policinë, kanë përmbysur një automjet policisë, kanë dëmtuar mjetet e policisë dhe kanë plagosur disa policë rënd. Qartë, ndërkohë kjo është një protestë që shtrehet gjithandej, pra nuk është se jemi në pjesën kufitare për shkak edhe të bllokimit që është bërë dogana, se ndalen edhe pak te kjo pjesë. Pra, dogana bllokohet vetëm për disa orë? Për momentin dogana është me Shqipërinë, por dogana tjetër është bllokuar përkohësisht për një periudhë kohore 2 orësh apo 3 orësh, pra me një kohë të pjesshme, gjithmonë duke informuar policia, por siç kanë njoftuar fermerët janë të vendosur për të shkuar deri në fund dhe nëse kjo situatë nuk gjen një mënyrë zgjidhje apo një formulë zgjidhje, dhe shumë e vështirë në vijim, sepse ata kanë paremëruar që do të bllokojnë çdo dogan, çdo aeroport, çdo portë, çdo pikë tjetër strategjike që janë. Nëse ndodh në një moment siç është aktualisht Greqia apo sikimi në prag fesa, do të jetë shumë e vështirë për qeverinë, për konsumatorët, sepse dëmi do të jetë vërtet shumë i madh dhe presioni politik por edhe ekonomik do të jetë shumë i madh edhe për qeverinë, por edhe për vetë shoqërinë greke. Ndërkohë, cilat janë reagimet e para nga ana e qeverisë? Çfarë është konsultuar, është, po themi kështu, bërë publike në raport me protestën, nëse kanë filluar të ndërmarrin edhe ata disa iniciativa për t'i ndihmuar në këtë çast? Ka një klim e cila nuk është as pak e këndshme në 2 palët. Fermerët janë të palëkundur në pikat e tyre, në kresat e tyre, nga ana tjetër edhe qeveria duket që nuk bën hapapas, nuk ka treguar shenja të themi dëshire dhe vullnet për të bashkëpunduar me fermerët, madje përkundrazi, mjafton të them fakti që është thënë ditën e sotme që përleshja e dieshme, përplasja e fermerëve me policinë është thënë që do të akuzohen për grup kriminal apo tepër. Nëse kjo ndodh, normalisht do të jetë
edhe më keq për gjithë situata, sepse do të agravonte edhe më tej situata, kur kemi bënë një situatë as pak të këndshme. Pra, qeveria greke për momentin nuk ka dënjuar dhe nuk është e gatshme, dhe nuk ka shprehur vullnet për të bashkëbiseduar me fremerët, përveç se i orientohet tek ministri i bujqësisë. Ministri i bujqësisë është i gatshëm të bisedojë, por fremerët nuk pranojnë sepse e konsiderojnë si mundësi të humbur për vetë faktin se janë bërë 2 takime dhe ministri nuk ka dhënë asgjë diçka të re. Kërkojnë takime kryeministrin për të dhënë zgjidhje këtij ngërçi. Qartë, ndërkohë nëse referohemi këtu qytetarëve shqiptar, emigrantëve në këtë kontekst, për ta lidhur kështu në interes të drejt për drejt, janë prekur, janë dëmtuar, një pjesë e mirë e tyre edhe punojnë në këto zona, nuk e di nëse ky kaos është në kontekstin e përditshëm, por është i plot e gjithë dita në protestat që bëhet, pra nëse kemi një lloj, po themi kështu, prekje të drejt për drejt për emigrantët shqiptar në këtë kontekst, apo nuk mund ta themi? Sigurisht po që ka një prekje, sepse nuk flasim më për emigrantë, por flasim qytetarë europian, qytetarë me origjinë shqiptare, qytetarë që janë integruar plotësisht në shoqërinë greke, pra në jetën ekonomike dhe sociale të vendit. Mos harrojmë faktin që janë disa mijë bashkëtarë që janë pronar, janë bujq, të cilët kanë pronë tyre, kanë marrë pronë që e ushtrojnë këtë aktivitet, pra të bujkut, kanë punëtor, kanë biznese, janë furnitor, pra janë gjithë ndodhur dhe sigurisht edhe ata preken. Pra, po kjo është një çështje e përgjithshme dhe nuk është selektive, nuk mund të themi që këtu preken vetëm shqiptarë apo një grup tjetër. Kështu që në këtë kontekst të gjithë janë të prekur në këtë revolt, në ta themi kështu, fermerësh të gjithë bujqëve grek që ka paralizuar dhe po vazhdon të rëndojë më tepër të gjithë situatën. Por në fakt, qytetarët e Greqisë shuan edhe për organizimin e protesta. Pra ne kemi përcjellë her pas here protesta të ndryshme, të lundshme, pra si thosh nuk tolerojnë. Në këtë kontekst që jemi aktualisht, është diçka që mund të precipitojë më tej një paralajmërim është bërë, kurse thash në fillim, ndoshta edhe për bllokim të mëtejshëm të situatës, pra të nyjeve kyçe, aeroportit, portit, pra nuk e di si do të vijojë, çka është thënë në terma konkret në raport me protestën. Qeveria mundu të anën e saj që mos të tregojë dobësi tek fremerët, sepse nuk është vetëm çështje e plotësimit të kërkesave të fremerëve, por është fakt se nëse do e bënte këtë me fremerët, normalisht që do të kishte kategori tjera të shoqërisë, edhe të shoqërisë do ngrisin në revolt për të kuar ata drejtat e tyre. Pra, në këtë kontekst qeveria bën kujdes, por nga ana tjetër vendosmëria e fermerëve nuk është si ajo në të kaluarën që ka qenë shpeshherë lëvizje apo bllokime rrugësh për shkak të lëvizjeve politike. Këtë radhë është e përgjithshme, mjafton të përmendim fakt që janë shumë militantë demokratikë, të cilët janë përleshur madje jo të marrin pjesë në protesta, por janë përleshur edhe me policinë, gjë e cila shton shqetësimin që kjo është protestë masive, protestë gjithë përfshirëse, gjithë fremerëve dhe i përket gjithëve. Dhe në fund, nëse i referohemi dhe kërkesave të tyre, disa prej kërkesave nuk është se janë diçka absurde apo kërkesa të cilat nuk kanë lidhje me realitetin. Pra ata kërkojnë disa detyrime që veç veti ju detyrohet dhe duhet t'i kompensojë apo t'i shpërblejë dhe t'i lëvrojë këto fonde. Pra, janë diçka që e ka vënë opozit Greqi. Nga ana tjetër, vetë institucionet greke, qeveria greke është një pozitë shumë të vështirë sepse ka dobësi në kontrollin dhe menaxhimin e fondave dhe kjo duk qartë sepse u desh ndërhyrja e prokurorisë europiane për të tetuar lëvrimin e fondeve të cilat në një përqindje shumë të lartë dhe bëhet fjalë për më shumë se 32.000 nipte, të cilat kanë tërhekur fonde marramendse dhe askush nuk e di kush shit pasurinë e nipteve. Dhe kjo i bën që të jenë më të kujdesshëm në lëvrimin e fondeve tashmë, duke bërë verifikime. Verifikimet aktualisht si vonesat dhe kjo si pengesa për fermerët dhe i sill ata në prag të falimentimit. Qartë, mund të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe për informacionin që ndave me na. Nëse